Më të ndëshkuarit e Vjosës në Novesel ngushëlloi njëri tjetrin. Kjo familje u godit më shumë se çdo familje tjetër e fshatit. Këtu dëmi është i madh. Themi dëmi është i madh sepse shtëpia për momentin ka dalë jashtë përdorimit. Këtu jemi në një prej ambienteve të shtëpisë. Në fakt, ju si vepruat, ishit përgatitur për këtë përmbytje, si e morët vesh? Ne fillimisht e morëm vesh këtë, për momentin ngritën sa gjëra, për 10 minuta u mbush shtëpia plot me ujë, nuk kishe çfarë të bëje më. Të gjitha, nuk ka asnjë gjë, rroba më tash nuk kemi edhe me çfarë të vishemi fare më. Ka as jorgana, as alçaf, as tutje, as tut. Çdo gjë ka mbaruar. Themelet e hedhura që në vitet 47, por për përmbytje të tillë nuk kanë dëgjuar që nga 1971-shi. Banorët thonë që gjithçka mund të ishte parandaluar. Ndërtimi një nënkalimi në autostradë nuk do të lejonte grumbullimin e ujit të Vjosës. Fshati e ka kërkuar bën dhe protesta që këtu të bësh një pika ligje të thonë se janë 1000 hektarë që janë përandeja. Deri në fushin e aviacionit masë e kemi dëgjuar. Poshtë që shkon në hidrovor. Ju mendoni se ky nënkalim nuk do të sillte këtë përmbytje që ndodhi sot? Po kishte bërë ajo, nuk do të kishte përmbytye. Ujit ishte, erdhi më shumë se 1 metro mbi sipërfaqen e tokës. Mbi kalimin dhe tubat nën kalimin dhe tubacioni që duhet të bërë në çdo 100 metro në parcellat. Vetëm 2-3 herë atje gjithë fshati, u mblodhëm te autostrada, na premtuan dhe erdhi fundi nuk na i bën dhe ajo që shkak që ne ishte kjo përmbytje kaq e madhe. Dëmet janë të mëdha, por banorët u trembën vëshimeve të tjera. Ndodhin prapë të tilla rreshe, ju prapë Ne përmbytje. Po, më nuk është, ja, shikoj kanalet janë të pa pastruar fare pas ka 8 vjet, s'ka vënë dorë njeri. Kanare kam parë edhe rrinë këm kryj, po do t'i bëjmë. Me inxhinjera me të tërë.